Por neve krejeve këtu na thojnë, po do me kthy Serbinë në Kosovë. Kush po do me kthy në Serbinë? Apo do me kthy jam tonë Serbinë në Kosovë. Këta i kanë 6 vite në krye qeverisë. Dhe rezultatet i keni katastrofale. Çmimet po rritet, rryma fatura tash i vjen edhe më shtrejt, e atje Vuk Hamoviqi po përfiton miliona parë të Kosovës për importet e energjisë elektrike, cilën këta provojnë me mshël. Edhe dje edhe sot, ka 3-400.000 euro në ditë të fitojnë. Pra kjo është patriotizmi i fallë si tyne. Për atë arsye, ju lës të mobilizoni fort. Të mobilizoni fort, edhe të regoni sakt se ku i kemi problemet, si duhet të qasemi këtyre problemeve, po mos të lojmë asnjë moment, për asnjë moment, që fatin e Republikës tonë, t'ua lojmë dikuj që as kupton politikisht dhe ka qëllim rënimin e shtyllave identitare të Republikës Kosovës. Populli i Kosovës pret prej LDK-s. Edhe parti tjera janë të prit prej LDK-s. Nuk met partinë Kosovë që sot po du me LDK-n. Krejt dojna me LDK-n. Elektorati tyne po thotë don me LDK-n. Nëse po doni kaq shumë me LDK-n, votoni LDK-n. Pro, ofendimet, sharjet i kanë për propagandë. Dë vërtetën e kanë letrën e ofertës. E vërtet atyre është hajde bëmi bashkë, sepse ata din që LDK e bën shtetin. Sepse ata din që kuadro që i ka Liga Demokratike e Kosovës nuk i ka askush. Sepse ata din se ne kur mbledhemi këtu, në Prizren, qytetin e dytë më të madh në Kosovë, ne nuk flasim çush me shkatërru shtetin. Ne flasim çush me ndërtu shtetin. Ne nuk mblidhemi dikon me thonë si ta bllokojmë Republikën e Kosovës me një institucion. Ne mendojmë si ta bëjmë Republikën edhe më të mirë dhe më të fuqishme. Dhe ata din këtë punë. Tjetër çka ju flasin militantët vet, që besa disodhë s'ki qka ju flet, sepse ka njës gjuhën e tradhtarëve patriotëve ndaj patriotëve më të majtë Republikës Kosovës. Por që ku kom në kratë majtë një burë Anton Qunin, luftar të Kosharës, kratë Djallë Dretonin, një njëri aktivist i shoqërisë politike kosovare, Jehonën, e gjithë juve tjerëve këtu, e festimi tash që është bashku, por neve krejeve këtu na thojnë, po do me kthy Serbinë në Kosovë. Kush po do me kthy në Serbinë? Apo do me kthy jam tonë Serbinë në Kosovë. Apo kuptoni me çka duhet më përballë. Pra në vitin 2025 për 2026, kjo është gjuha atyre vetme që ju kanë mbetur. Dhe si të përfundon kjo gjuha atyre mbrëmje, ditën ta shtrojnë ofertën, thonë hajde LDK mu bë me neve bashkë lutna se veç keni të mirë.